Mi mbrëma. Ora 8:30, ke leje? Po, kam. E ke lejen? Kam leje, po ka ndodhur një problem, është fikur telefoni. Po s'lejohet kjo. Po, ças lejohet fike telefoni? Mos lejohet vllai, tani unë dua të shikoj lejen. Po çfarë të bëj valla, mu fik isha në punë, nuk s'kam. Atë sqaroja komisionin. Ty të hiqet patenta 3 vjet, 3 vjet. bllokohet mjeti 3 vjet, Bllokohet ke makina. gjob 500.000 lek, tani e thot shteti, se them unë. Ç'a thua? E thot ligji. Të djegim dhe shtëpinë. Ç'a po thua valla tani? Ore, e kam lejen. valla. Parkoje çik mirë mjetin aty e më sill çelsat mua. Qa po Rregull? thua? Hajde, ec djali, shpejt tani. Baçi, po të sjell edhe një tjetër unë, pa leje. Çik shpejt se ke bllokuar rrugën, o zotri, hec. Hajde këtu, të drita. Hec më, ore. Pa. Ora 8:30, ke leje? Po, Shpejt. ku e se kam 2 për biznes. Në qoftë se ju nuk më sillni 1.500 euro ose një Ford Focus me letra, iku vajzë e botës. O ma mbyllë derën. Tani. Ose më vonë. Se s'pash datën unë. Jo, e kem mirë datën. Okej, leja është në rregull. Në rregull. Vazhdo natën e mirë. Hajde. Po ç'më bëri ma. O vlla, vrave. Jo vlla, mirë jam, po ma balla se e mora pak si gjerë se kisha. Ska që mos ka se e kura janë. Po, da marrin policin? E marrun. Falë. Nuk ka faj djali, ju futa unë pa parë, pa se kisha mendje. Mos u shqetësoni, të dhëna ti mora, kështu që e zgjidh siguracioni tani. Okej, faleminderit. Jemi në rregull, mirë Vlla, pafshim. Më falë? Më fal ti mua. Jo, më fal ti Po mua. të më falësh ti mua vjen keq tani. Kam falur. Rofsh. O qa bën mo? Je në vete ti mo, se na vrave, o. Se unë të vrava ty ku frenon ti ashtu. O si më ku frenoj, ne stopi frenoj, ku të frenoj? I goti qifja stopin, jo po vëre ripin tani. Qa Je bëre mirë ti burin mo, e tani? Këto ti bje Ua. policis. Po qa policie? Le moj, merr policin. Le t'ja vllajin 5 që na Qa merr. 5 që më unë paguaj siguracionit, vinë ata ta verifikojnë sa bëndëmi. Po mos e merr policin. Ri tani, o, ec, ore, lere mos e tani, merr po se do lere na këto lësh tani. këtu. Ore do na lësh këtu. Jo, ore, re, jo. Ua, po ky. Po ti mua më tregon, no ja sa të vi policia. Po si ma rope policia. peci. Ka ndodhur një aksident këtu afër. Një çik më poshtë. Jo, këtu e kemi aksidenti. Shiko mos im ka rënë mbrapa, isha te tabele stopit. Aman, mos flisni shumë se kam marrë që nga 21 këmbave. Po ky, ore më rapi mua tani edhe Ore më ra ky mua na mbrapa, ore, ja gje, kush e ka fajin? Po ti Gje. unë kusha ka fajnë, unë s'kam as patent o burri dhe ut. Na firmosni këtu të vi siguracioni, ai merret me fajin. Po mirë se e zgjidh ai siguracioni si e Po, ka. do zgjidh ai. Nema siguracioni. Ah, do kishte marr 5 që do kishte shtuar. Nuk dua më. Nuk Nuk do. dua. Kur mos dash, prit siguracionin këtu. Po do ta presësh, po si s'do ta presësh? Do ta presësh bashkë me mua dhe ti këtu. Po. Ja, vin ata tani e ta tregoj unë. I ka të qitja siguracionin kur të vjetë I kanë me një mu. Ja erdhën e. Hajde mo vlla, hajde mos e kam 4 orë këtu që po presor. Po mirë, qa bërtet la, unë ta kam fajin që plasesh ti. Ore më plasi ky se plasa unë, ore. Ku të plasi ty të plas të koka. Hajde më shiko tani, vlerësoj atë demin tani, paleri ato. Hajde shikoj demin. Ec. Ore, për këto më sollët mua jo. Pse se zgjidhet vetë? Po i thashë Ore valla. çfarë të zgjidhi vetë, mo pse i paguaj 200.000 lekë siguracionin? Po bëj provë mos e paguaj siguracionin ti, shefe ç'a ndodh. Ore leri ato po zgjidhë mallin mua, Po ec ta tani. zgjidhim më burr do e çojmë te servisi, te Selfiu. Ç'është ky zyrfim? Është servisi jon, ja, kapeçi. Jo, vlerësojmë e plekët se bëjtë ustajimi. A, do lekët. Po me lekët, mirë, do. edhe Zylfiun se e lodhim, Vlerësoj atë. tani. 8.000 lekë të vete kjo.
80.000. Jo po 800, 8.000 lekë. Po si mo 8.000 lekë, mo e dua si që kisha, mo Po qa si ti që bëj me kishe 8.000 qa do lekë? kjo, la qik mastiq, këtu qik stu, po këtu bë. Ore, jemi shti, mo kjo do bagazh të ri, do këtu poshtë Jo drejt. po vërje dhe stem benzi ti ta bëjmë Ferrari, fare makinën. Do lekët, Eco, nami lekët, nami. po s'ti japun lekët, jep kompania. Ploco formularin 2022 dhjetor, po i more do i marrësh. Fu që s'mora të 5 vjeqen më përpara. Na, jore, na shkëti. Na shkëti Ore, pesjet. e di unë qarë do një ore, more të vesh. Po, qëti u bëj se se u bido të këtu. Kurvat e mutit. Po jepi fshesës o Sergio, qa bërë? U me fare kur, hajde këtu. Hajde këtu, blidhi këto, shi qa bërë. Shpejtore. O vlla, ka shumë radhë. Kapa. Aha, s'kam kohë. Ika. Po iko, plasë bytha mu. E, o sa po e kisha qetë dhuru, no? Vazhdo jepi fshesës aty ti do qetesh. Shpejt. Po si qedem qikun? Qa bë, jemi full vlla. Ama se ka me nëzitim, nuk Qa prezdo. të bë... E që thun? E që thun, atë që thun, vlla, që thun? Po e që do... Se që thun? Se më natur pronë. Po jo, kam 3 ditë për jam bërës na falë. Hajde. E kam i se be, po. Vlla, si do flok, më shtoj? Do mi bësh me shkallëzim, do e njësë me 0 këtu, 0.5, 1, 1.5. Edhe këtë pjesën këtu kje që kujdes. Desa mbrava njësoj, po njëse me 2, 2.5, 1, 1, 0. Mirë, më se bëm. Me kujdes, e kam i se be. Mora nuk doja. Qa bërë more të fasu do? Ja përse be, por... Na falni, 1000 herë, na Qarë falni. më falni, por u shqip, ja u dhe... Po, që nga vlonjatore. Qa bërë, ore? Për jashta. Mos të shomë këtu. Për jashta. Maskara, ja, këta na e prishin klientelën. Më shkatrua jetën. Sergio, qoj to të Eleniko. Arti i berberisë është gërshëra. Në këtë formë unë kam në sigurisë. Në këtë lloj forme unë punoj. Ha, të pëlqen? Po, më pëlqen shumë. Do të mësosh? Po, dua. Gërshër.
Sholla të qefën. Show me. Unë jam berberi më i mirë në Shqipëri. Pse më i miri? Sepse aty për jashta janë të parkuara 2 Range dhe 1 Porsche. Dhe këto të mia. Kam edhe 2 shtëpi. I kam fituar me këto gërshër, me punë, sepse klientët e mi janë deputet, socialist dhe demokrat. Nuk bëj dallime, janë VIP-a, janë të gjithë. Gjithë elita vjen tek unë dhe unë bëj nga 2 deri në 5.000 euro në javë. Po. E janë i provoni botën e berberave tani. Kjo ka për të vajt 100 mbaj mënd. Se na sikletos me këto video të purit. Po do të rreqim klientelën, si do vinë klientelët? Do marketingu, dhe është kleçk marketingu. Klientët vinë po të dish qetesh. Shicim ke bërë mua, sa shkurt mi preve. Plesheshe do rritet prapë si bënë. Ku merr vesh nga marketingu ti? Unë bëj kurs online për këtë punë. Me në i të huaj? Jo, është nga Shkodra. E qa ke mësuar deri tani? Që mirë mëngjesit i thon Nadia Mirë. Ore qa ke mësuar për të bërë biznesin o vlla? Biznesin thjesht mendoj dhe do bëhet. Kaq është e thjesht. Mendoj dhe bëhet. Ore Leni këto bëjik mësot qeteshe, kur bëjnë ai kurs berberit e Elenika edhe mblit mendje. Po jam autodidakt o miku, s'kam nevojë për kurse tani. Pastaj mbaj mend do dali video, do shpërthej leku, do vi klienti, do e shofi, do bëhet virale ajo normal. Inshallah. Po jam mbaj mend. Po. Si jeni? Si jeni? Mirë. Ju jeni berberi më i mirë në Shqipëri? Më i miri në Shqipëri ke ardhur fiks te vendi i dur. Ju jeni ai që bëni 4 deri në 5.000 euro në muaj. Po në javë vjen keq tani. Nëse do qetheni, do ruheni kush do ulet i pari? Jo. Ne jemi nga tatimet. Moza! Posso gjeti ore. Po. Qa ke? Qop, hajde. O s'ke Se të dhëm kur ja bëj kështu? O më dhem tjetër o idiot. Shqyr. Hajde i ke shpital. Në kam do ike ma. Kam. Zonja këtu me katë, unë nga mrapa po pompoja, kur ja jep ajo, o, topet veri mua. Hajde. Po doktor, ka thyrë dorën për shoku. Ku shokën? Po ky? Beqo, shetë në shokën? Po, edhe mbase e ka ndonjë shok të sëmura, doktor. Po në qa thoni ore, ja ku është ka thyrë dorën, o vlla. Unë nuk shof asnjë shok. Aty do jetë, po mbase nuk e shohim ne. Pa kollitu njërë. Kush unë apo ky? Po nuk ka rëndësi se kush. Kollitu njërë ti. Po jo ashtu, oj smurë. Kujtoj smurë njërë. A ka thyrë dorën? Ore, kush ka thyrë dorën, qa thonja? O, Beqo, pas ka thyrë krau djalë. Shpejt, ta ndimoj. Hajde, ull. Sile që kuj djalë një kafe, një aperol, një diçka, apo do kam pari? Po s'kam pa. Po dhe, si ndodhi? Po le si ndodhi doktor, po bëj dermase vdisha. Të duhet një grafit të njerë. Që bëjmë direkt? Do s'ja bëjmë do.
S'punon aparati, shifte për hubin a i turni 3 të natën du dojgje ekrani s'pet. Shiko qa do bështi, përball është klinika Lenci, klinik private, atje kanë grafira, kanë gjëra të bëjnë gjitha ta. Po si që përdhimjen pak të doktor Riq. Përdhimjen për shpirt të vlajt unë të ndimoja, po nuk ka ilaç e spitalja. Nuk ka, i ka ngrën miu, është futur të depo a jenë rritë gjitha. Shiko qa do bështi, përball është një farmaci Lenci, aty i gjen edhe ilaçet gjitha, atje të ndimojnë ata është. Doktor Lenci, a lëvizje pak makinën të ke zemrën në ambulancë. A më na qau byfin a i matë ambulancën Allah, një me 2... Takojmi të klinika, Allah. Po je zeqë. E mo djel, Si e, doktor? mrekulli. Dua të bëj një ndërhyrje. Aq mirë do bësh, do shpëtosh. E po e kam një çik si kështu. As mos e ki fare ashtu tani, hunda është diçka që bëhet kollaj fare, nuk do e ndjesh. Është bëhet me teknikë të mbyllur pas. Shiko se Ore, për një javë do jesh njeri tjetër edhe thjesht do të presim çik këtë, do të shkurtojmë çik këtë, do ta ngjeshim çik këtë më lart, do bësh si Richard Gere te Priti Woman, e ke parë? E ke parë sa i bukur është ai? Jo si të inkurajoj të shkosh me prostituta, të punë di veti, po që e kupton idenë. O doktor, unë do ne kam në rregullun, dua të bëj buzët me filler. Qa do bësh ai? Buzët. Kush solli ti? Shoku Mirandës je, o Miranda! Kastile ma pëtore! Qa mjeshtri që jam, qa mjeshtri, ky nuk është vesh, është vej për artë. Do bësh që kujdes tani në fillim, okej? Jam shumë e lumtur se tani mund të kap flokët. Më vjen keq tani, më vjen keq. Shpejt ti inaugurosh me të fejuar në dashurin qa ke ti të blej 2 palvë, thaj të zbukurohesh, e? Shumë faleminderit doktor, jam shumë e kënaqur që isha këtu në klinikën tuaj NT. Po që më vjen keq tani, ku do vesh tjetër? Ku do vesh tjetër? Ja kalosh sa më bukur. Hir. Si e më bjerë? Po nëna. Si e nëna? Mirë? Bash? Gjallë, jam akoma. Ull. Ore, do t'i vesh nënës një aperin ti. A tjetër, qa problemi ke? Tua të bëj veshët. Vesh? Tua t'i zbavoj të pikaqë të gjoninë. Po qa tua, nëna, më ka para të gjini, nuk është nevoja t'i zmadhojnë tani. Orvin, aparat pa nëna, po tua të dëgjoj që thot ajo nga dhoma tjetër. Kushe? Rasapulla, musja djallit, do të me elmoj mua. Qa thua? Mirë, po pse more, mua do ma edhe jo, po unë ka bërë zbor, more. Kam një javë, as sa buk, as kafe nuk e pi. Ashtu? I thash një darkë. Si u i mami një gotë kos? Ma pruaj. Qa është të erë mi ma, i thash. Qa erë mi ma, tha? Erë të mërshme, se ka pëltia do të mërpire. Qa kemi ma? Pije, i thash. Pije kosin. Jo, tha. Ishte i helmuar. Po qne? Po ti unë shnemor birë të gjitha, por ja kam lënë asaj me dreka, darka. Edhe mëngjeset ajo i bën me oferta, ajo i bën e milopën, ajo ma mjele djalin e gjitha ajo. S'di qa të themo nëna tani, unë s'jam arditin, tani këtë arditin, t'i zhidi arditin. Unë mere me hund, me vesh, me aperime, t'i dha me gjoks. Me qerdha, si kur të mi ngresh pak gjokse nene, se më zëm poshte më pengojnë kur bidush, morbir. Po jo, po nuk e mos ti tani për këto lloj aperime, so nëna tani. Morbir, po më pengojnë nuk lanë dot, morbir. Po vari pas qafe, di u lidi. Po pas qafe kam këte nena, Po qa, atë hiqe kur. Po jo, këte e mbaju se mi merë lekët ajo. Ja ku jemi miq, te në tëja qas bëhet stu veshe hunde, edhe sy kam filluar të bëj. Hajde, ha.
Jua miq. Grupi, artist. Qa bodu? Të seroj unë, doktor. Miq, gjuani se do pi Mario Lundën, gjuani. Doktor, më ndihmon do të vlla, ky është i shmendur valla. Më thot bëj undën. Unë undën mire kam, o doktor, çka ka unda ime? Fiks më. Tani mirë se ke ideja, shia. Oh, ja futi dhe doktori. E doktori e gjigant. Luaj të ndjen mbrëm. Humbi giganti do bëj dënimin tani, dënimin. Qa shkëlloj? Luaj të live në TikTok. Nëse do fitoja unë, do vinim të bënte undët. Nëse do fitonte ky do dilja la kuriqni për Tiranë. Doktora, ka ndonjë ligj për këtë, më por nuk e bëj më këtë operacion se më shmendi, më nuk e bëj. Intrigant. Do ta bësh mos na bëj të detyrojmë tani. Hajde. Nuk e bëj këtë operacion më. Nuk e bëj, undër mire kam undër. Nuk do ta bësh. Jo. La kuriq në për Tiranë. Ec. Ku? La kuriq në për Tiranë. Doktor, te sheshi, për 5 minuta jemi atje. Te sheshi. La kuriq. Mimut. Një i ashtu quajtur influencer është parë sot në qytetin e Tiranës. I riu qarkullonte komplet lakuriq dhe kishte dalë me bile për jashta të sheshi Nën Tereza. Kalimtar dhe turist bën foto dhe i riu u shoqërua në polici.